Imagjinoni që të shënoj Bogdani me kombëtaren dhe të festojnë italianët, emri që ka quar pesh zemrat e gjithë shqiptarëve dhe që është golashënuesi kryesor i kombëtares Kuqezi, papritur mund të jetë protagonist në anën tjetër të detit, është fjala për Aleksandr Bogdanin, djalin 14 vjeçar të ish sulmuesit të shquar të kombëtares shqiptare dhe rekordmenit të golave me fanellën Kuqezi, Erion Bogdanit, po sa shanse ka që të ndodhë kjo, që i biri Bogu të luaj me azzurët. Për këtë ka folur vetë babai i tij Erioni pas publikimit të disa lajmeve se Aleksandër ishte grumbulluar me kombëtaren U15 të Italisë. Bogdani e ka konfirmuar se i biri e ka marrë një ftesë nga kombëtarja e Italisë U15, po është e vërtet, ishte një grumbullim për të rinjtë e talentuar të jugut të Italisë dhe mori edhe djali im një ftesë. Të lutem, unë nuk flisja për veten time kur isha futbollist, si mund të flas unë për djalin tim. Atëherë nëse ai do të ecë mirë, do e tregoj vetë historinë e tij. Tani është një djalosh që i pëlqen futbolli, po luan rregullisht me Palermo në U15 dhe skautët italian me sa duket kanë parë disa të dhëna interesante. Le të shohim. I pyetur nëse ka pasur nga Federata Shqiptare interes për të birin, Bogdani thot: "Po, ka pasur. Më kontaktuan para disa ditësh dhe unë e vlerësoj padyshim edhe angazhimin e tyre." Sa kaq, pyetjes nëse do të ndikojë ai tek djali se kë këngëtare do të zgjedh për të përfaqësuar, Bogdani shprehet: "Shikoni, i mbir e di mirë se çfarë përfaqësoj unë për Shqipërinë dhe sa i lidhur jam unë me vendin tim. Tani ai ka marrë një ftesë për grumbullim me U15 e Italisë, nuk është gjë e keqe, vlerësim është, por nuk është marrë asnjë vendim, as nuk është diskutuar madje. Nuk e diskutojmë sepse në fazën kur ai po luan futboll i bie që të jetë ende në shkollën fillore, kështu quhen ata të moshës së tij, ka shumë rrugë përpara, duhet më së pari të bëhet futbollist profesionist, në kuptimin që duhet të jetë i zoti edhe jashtë fushës, jo vetëm aty. Ai është aktualisht një nxënës me një mesatare 9.4, ja kemi bërë të qartë se mësimet janë shumë të rëndësishme, ashtu si futbolli." I pyetur nëse ka folur me bashkëshorten e tij, sa i përket përfaqësueses që i biri i tyre do të zgjedh dhe nëse do ta nxiste ajo djalin të vishte fanellën e Italisë, Bogdani është shprehur: "O, sa futuriste është kjo, nuk kemi folur fare për këtë pjesë sinqerisht, sepse të dy e dim se është e nxituar, po ua përsëris, djali im duhet më së pari të bëhet një futbollist i mirë, ka 4 vite te Palermo, por ka shumë punë përpara, se sa të kaloj nga hobi te futbolli profesionist. Ai më bën krenar për gjithçka, ai është me këmbë në tokë. Madje u ndjeva shumë mirë kur mori ftesë nga Italia U15 sepse kjo ndodhi pa e ditur që ai ishte djali im, thjesht e vlerësuam për cilësitë që ai ka." Bogdani zbulon gjithashtu se i biri e viziton shumë shpesh Shqipërinë, gjatë verës vjen këtu dhe luan edhe futboll madje me moshatarët e tij, zbulon ai. Sulmuesi legjendar i kombëtares shprehet se Aleksandri duhet të ditë të menaxhojë mirë presionin dhe krahasimet e padrejta që mund t'i bëhen me babain e tij. "Unë e di që ky do të jetë një problem, koha e ka treguar me fëmijët e ish futbollistëve në të kaluarën,